to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Majet, ajo është kukulla ime, lëshoje. Jo, Milo, mjaft, Milo, Majet, ajo është kukulla ime. Majet, të thash ta lëshosh, Milo. Ta lëshosh, të thash. Thash ta lëshosh. Shikoje, kukulla ime, ti je një budalla i madh. Shiko këtu, i nxorë kraun. Judita, më fal, nuk e bëra me qëllim. Ma jep atë. Nuk do të flas më, asnjëherë. Asnjëherë the? Po pra, asnjëherë. Ka njëri në shtëpi? Judita, nuk e për ta besuar këtë. Unë mund të lexoj të gjitha mendimet e tua. Ha? Ti mendon se unë jam i zor? Ti mendon se unë jam budalla? Madje ti mendon se unë jam i shëmtuar? Nuk është e vërtet. Këtë nuk e ka menduar kurrë, asnjëherë. Në rregull, po më flet. Nuk e më mërzitur. Oh, ti e bëre me hile. Wow, ajo është zemëruar me mua. Hapa, Judita, bëjmë shok. Nëse do, unë mund ta rregulloj kukullën tënde. Jo, largohu. Mirë pra, me që do kështu, asu nuk të flas më. Ha? E shikon, nuk është mirë kur ne jemi të zemëruar. Nuk luajmë, nuk qeshim. Por e di kush është më e keqa? Cila është? Ha, Milo, çfarë ka? Nuk mund të tregojmë sekretet. Them se kjo është e vërtet. Sigurisht që është e vërtet. Dhe e di, është gjë shumë e keqe, sepse në të vërtetë unë kam një sekret për ty. Eja, Milo, të lutem ma thuaj. Nuk ta them, ne nuk flasim me njëri tjetrin. Kështu që ne nuk mund të themi sekrete. Hej, fëmi, ka ndonjë gjë që nuk shkon? Shiko çfarë i bëri, i shkuli kraun. Po nuk e bëra me qëllim. Po mirë, pa më thoni, për këtë gjë nuk po flisni ju të dy? Kjo nuk është dhe aq keq, po shkoj ta rregulloj me njëherë. Pak petë të trash, një gjelbër dhe puf, kukulla jote do jetë si e re. Vërtet thua? Kthe me njëherë. Faleminderit, mami. Ja ku e ke, Judita, tani kukulla jote është si e re. Faleminderit, është e përkryer. Ti je mami më e mirë në gjithë botën. Bëuni të mirë tani. Hej, Milo, tani mund të ma thuash sekretin tënd. Mendoj se ti je akoma më e bukur kur zemërohesh me mua.
listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Ku është vendi që do të ngrem kampin, babi? Nuk është shumë larg, drejt veriut. Pemët në pyll do na tregojnë rrugën. Pemët? Përse po shikon myshkun ashtu? Mos vall ka ndonjë gjë brenda? Nuk po kërkoj asgjë brenda myshkut. Më shumë më intereson vendi ku rritet ai. Por, të gjithë e dinë që myshku rritet nëpër pemë. Po, kjo është shumë e vërtet, po a nuk shikon ndonjë gjë tjetër? E po... Jo, nuk shikoj asgjë tjetër. Përse nuk i hedh dhe një sy, Milo? E di, myshku është vetëm në një enan. E drejt, myshku rritet gjithmonë me fytyrë nga veriu. Ura! O babi, pra, duhet vetëm të ndikim myshkun nëpër pemë dhe të bërim në vendin e kampit ton. Ikim! Të lumt, Milo. Besoj se ne të dy ja dolëm. Wow! Vendi ynë i kampit. Po, vendi i kampingut ton. Por tani, le t'i futemi punës. Ti shko të mbledhësh gështenja për darkë, ndërsa unë do të ndes zjarin. Ura! Ashtu do të bëj, babi. Babi, hajde të shikosh. Sonte unë dhe ti do të am këto kërpudha të kuqe. Milo, mos i prek ato kërpudha. Ato janë të helmuara. Por ato duken shumë të mira. A e di, Milo, në pyll, kur nuk duhet të prekësh ose tash, fruta dhe lajthi ose kërpulla me cilat nuk je i mësuar kur. Ato mund të të sëmurin vërtet. Do të thua që janë të bukura për vetëm për të gënjur? Tamam ashtu. Atëherë, po vjen nata, Milo. Erdhi koha për të pjekur gështenja tona. Këto gështenja janë vërtet të shishme. Wow, një yll që bie. A e pe, babi? Ja dhe një tjetër. Përse nuk shtrihemi dhe të shikojmë qiellin e kësaj nate? Oh, po, ide e mirë. E shikon atë? Yjet kanë bërë piktura në qiell. Po, ato janë yllësit. Shiko, ajo atje është një sport për të bërë pazarin. Po, dhe pranë saj është një sport pak më e vogël. Ato janë arusha e madhe dhe arusha e vogël. Vërtet? Por ato kafshën me të vërtet shumë të mëdhaja, babi. Çfarë ishte ajo? Ata janë bulkthat e vegjël, Milo. Fillojnë të këndojnë natën dhe na tregojnë se erdhi koha për të fjetur. Hajde, le të ngrem çadrën. Në rregull. Natën e mirë, babi. Gjumë të ëmbël, Milo. Zgjohu shpejt, Milo. Shpejt, hajde të shikosh. Çfarë ka, o ba? Sa të bukur janë. Shko merr aparatin, bir. Nxito. Qesni pak. Jakub, shikoje pak. Të lumë, Milo. Fotografia jote është e shkëlqyer. Faleminderit, babi.
listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? A mund të shkojmë të natojmë? Sigurisht, por më parë ne duhet gjejmë një vend për të vendosur gjërat tona. Shkojmë atje më mirë, duket vend shumë i bukur. Mami, dielli po më vret syt. Dielli, Milo, është si një top i madh i zjarrt. Nëse nuk je i kujdesshëm, mund të digjesh. Meri, provoj këto. Hej, janë të mrekullueshme. Plazhi duket krejt ndryshe. Ti po më lyhe tamam si buk me gjallë. Është pothuajse njësoj. E di, duhet që kremi i diellit të përhapet në mënyrë që lëkura të mos digjet dhe pastaj Do natojmë në det. po birim, por në fillim më lër ta mbaroj. Hajde. Mirë, fërkoje kloni im i vogël. Vanessa, nuk po I gjej dot komerdaret e krave për Milon. E çuditshme, jam e sigurt që I futa në çantë. Unë nuk mund të notoj pa komardaret e mia. Oh! Wow! Më pritë mua më I balon. Kjo është gjëja më e çuditshme. Unë jam e sigurt që I futa në çantë sot në mëngjes. Hej, ku po shkon? Më pritë mua. Më pritë shok I vogël fluturues. Përse nuk më pritë mua? Sa shpejt që fluturon. Ka dalcohu. Mirë, ku është ai? Ja ku është? Hej, ju atje! Përse nuk shkojmë të notojmë së bashku? Po shkoj të marr komardarin time. Do të kthehem. Oh. O, sa keq, unë nuk e di ku jam. Ha? O, ja ku është balona? A do të ndalosh? Kam shumë nevojë për ty. Kjo nuk është e drejtë. Çfarë duhet të bëj tani? Unë dua mami dhe babin tim, tani. Babi, mami, jam këtu, tamam këtu, jam këtu. Milo, po ku ishe deri tani? Ku nuk të kemi kërkuar? Mami, babi, unë po ndisha një balon. Na thuaj kur të shkosh herë tjetër për të bërë ndonjë aventurë, Milo. Ne u shqetësuam shumë. Edhe unë u shqetësova shumë. E po mirë, ka vetëm një mënyrë për të marrë veten nga shqetësimi I mëngjesit. Një notë I mirë. Ura! Por së pari, le të vendosim komerdaret në krahat e tua. Papi, mami, shikoni aty lart. Është ajo, është balona që po ndisha unë. O, ashtu? A e ti balon e vogël? Unë po shkoj të notoj bashkë me prindrit.